por kundërse në oborrin e tyre gjendeshin zyrtarët policor, të cilët e ishin përgjigjur thirrjes për dhunë në familje, bashkëshorti i viktimës dyshohet se kishte tentuar ta sulmonte të njëjtën edhe në dorën e shtetit. Burri i viktimës ju drejtua me fjalët bashkëshortës së tij, pse i thirrën me ardh këta të shtëpia. I njëjti tentoi ta sulmojë viktimen në prezencën tonë, edhe pse viktima ishte mbrapa neve, zyrtarëve policor. Tutje kolegu tjetër, zyrtari policor Egzan Shedadi, tregon se si bashkëshorti kishte arritur t'i kalonte shkallët duke u vërsulur bashkëshortës. Dhe në ato momente, bashkëshorti i viktimës tenton ta sulmojë viktimen, por ne kemi reaguar më njëherë, kemi tentuar t'i qetësojmë, duke ju treguar se kemi ardhur të bisedojmë, se në qoftë se kemi ndonjë problem të bëjmë zgjidhje. Por të njëjtit ishin shumë të tensionuar, filluan të shtyhen me trup fizikisht, si dhe duke na ofenduar me fjalë dhe gjatë konfrontimit fizik, bashkëshorti i viktimës arrin që t'i kapërcej shkallën nga gëlinderat për ta ndjekur viktimën pas, e cila ishte duke u shoqëruar për në veturën zyrtare nga zyrtarët policorë. Dhe në atë moment kam përdorur sprein zyrtar ndaj bashkëshortit të viktimës, me qëllim që i njëjti të ndalet, por nuk ka pasur sukses. Më pas kemi vrapuar pas tij, ku kemi arritur ta ndalojmë, i cili tentoi të hynte në veturën zyrtare ta sulmonte bashkëshortin e tij.